Asalamu alaikum të dashur miq, erdhi koha që ne të takohemi sërish së bashku përmes këtij emisioni të fundjavës, pra përmes emisionit Kolazh javor. Siç e dini, në këtë emision ne sjellim përmbledhje të emisioneve të cilët realizohen gjatë javës dhe për sot kemi veçuar disa prej tyre dhe në vazhdim ju ftoj që së bashku të ndjekim përmbledhjen në formë të shkurtër të gjithë këtyre emisioneve. I ndjekim. Sejid El Khejri i ka thënë të birit kësaj: mos shpreso në pasurinë e askujt, sepse kjo është në vërtet pasuria. Dhe kujdes po kërkove prej dikujt para, sepse kjo është varfëria. Ik prej asaj që nesër do të ndjesh keqardhje për të. Merr abdes me përpikri, fale namazin sikur e fal për herë të fundit dhe nëse ke mundësi që sot të jesh më i mirë se që ke qenë dje dhe nesër të synosh për të qenë më i mirë se që je sot, bëje. Pra janë këto 5 këshilla që Seidi e ka dhënë të birit dhe të cilat janë vërtet të rëndësishme. Të mos shpresosh në pasurinë e askujt, sepse kjo është vetë pasuria, dhe të mos kërkosh para nga askush, sepse lypja kërkimi është varfëria. Me fjalë tjera, kjo quhet pavarësim nga tjerët. Kjo quhet vetëmjaftueshmëri. Pra kur një njeri nuk shfaq dobësi, nuk kërkon nga tjerët, nuk lyp nga tjerët, përkundrazi, ai angazhohet me tërqenien e tij, ai mundohet me tërqenien e tij që të fitoj, që të punoj, që të pavarësohet në mënyrë që siç edhe thuhet, ekziston një fjalë e urtë në Egjipt, ai që e ka bukën nga dora e vet, e ka edhe fjalën nga goja e vet. Pra nuk do të mund të jesh i pavarur në qoftë se nuk ke edhe këtë pavarësinë materiale. Të ikësh nga ato gjëra që nesër mbase edhe mund të kesh mund dish keqardhje pse i ke bërë. Në fakt, kjo këshillë e Seidit është kuptimisht e madje edhe tekstualisht e shkputur nga një këshillë e Muhamedit alayhi salatu wassalam, në të cilën qëndron wala takallem bi kalamin ta'tadhiru min, dhe mos fal fjalë që nesër do të kërkosh falje për to. Pra si këshillë ka përmbajtje, por edhe në kuptimin e jashtëm është e marrë e shkputur nga porositë e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Pejgamberi nuk donte që të shndrohej në gjakderdhje hyrja në Mekë. E priste momentin e dur, atëherë kur Allahu do të jepte leje për këtë. Dhe kësaj radhe nuk u nis me e çliru Mekën, nuk u nis për me bo luftë, mirë po ishte një nismë e zakonshme e krejt fisëve arabe për me e vizitu Qabën. Pejgamberi alayhi salatu wasallam u nis dhe mobilizoi shokët e tij që të nisin për umre. Të gjithë shokët e tij që ishin pranë tij, të nderuar shikues, ishin të gatshëm që t'i përgjigjen, madje tepër të gëzuar dhe mezi prisnin që të niset karavani për në Mekë. Pejgamberi më ftoi disa fisë të tjera arabe, beduine që ishin larg Medinës, që t'i përgjigjen, që ata të vinë në umre, por edhe që të jetë numri sa më i madh i shoqëruesve të pejgamberit se në rast se Kurajsh provokojnë me luftë apo pengojnë që në mënyrë të armatosur mos me kalu pejgamberin Mekë, spaku numri të jetë i konstruuar për të mbrojtë dhe për të evituar çdo tendencë të Kurajshve për eliminimin e pejgamberit alayhi sallam dhe shokëve që ishin me ta. Dhe Kurajshët morën lajmin. Dhe kur morën lajmin, u shqetësuan shumë. Madje edhe ndërmorën masa që ta pengojnë edhe ushtarakisht pejgamberin alayhi salatu wasalam. Pejgamberi nisi para vetës tij
domthonë Bishr ibn Abbad, një nga shokët e tij, e nisi me disa kalerës që ata të vëzhgojnë situatën. Normal, pejgamberi nuk i lënte asgjë rastësisë. Merrte gjitha masat e duhura, që gjitha shkonte si mas miri. Andaj, këtë që i ma heret, që të shikon mos vallë ata po përgatitin, mos ka ndonjë kurth, mos ka ndonjë ushtri që i pret, që të jenë më të gatshëm, të ndojnë rrugën, të ndalen, të vazhdojnë, por të marrin vendime në bazë të informatave. Nga se informata shumë e rëndësishme. Dhe dërgoi pejgamberi këta njerëz, don një lloj si të them njësiti që mbledhte informata dhe në rast se kishte diçka të rrezikshme, të sillte pejgamberi sa më shpejt informatën që në bazë asaj të marrte vendimet e duhura në raport me vazhdimin e udhimit apo ndryshimin e kohjes. Pejgamberi alayhis salam për të treguar gatishmërinë për marrëveshje u ndan në Hudejbie. Për të treguar pejgamberin gatishmërinë për marrëveshje, çai direkt selam tek ata. Ju ka lutë lufta. Shikoni çka keni bëu vetës me luftë. Ka stagnuar zhvillimi i Mekës, ekonomia, domthon nami ju i ka rënë më të madhe. Çka keni bëu vetës? Dhe prapë tha pejgamberi, ajo që kërkon nga ju është, më leni të qetë mua dhe njerëzit, aq, kur që më tepër. Nëse hyni në atë që hyn njerëzit, shpëtoni edhe udhëzoheni. Nëse nuk hyni në atë që hyn njerëzit, s'paku i rahat nga lufta. Kaq. Në dy situata ju fitoni nga marrëveshja për paqe. Dhe kur ishte Mekës, hezitonin të ndëruar shikues, dhe donin që realisht ta kthejnë situatën komplet në favor të tyre në dëm të pejgamberit alayhis salam, por i dërguar sa bënte sabër. Raporti me Kur'anin do të jetë krejtësisht ndryshe dhe ajo që realisht neve na bën që ta dallojmë atë në trajtim është pikërisht fakti se përse Allahu e zbriti. Dhe Allahu qartazin në vazhdimin e këtij ajeti tregon e thot liyadabbaru ayati wa liyatadhakkara ulul albab. Pa këtë libër të begatshëm e kemi zbritur o Muhammed që ti meditojnë ajetet e tij, pra argumentet e tij dhe që të mësojnë, të marrin mësim mendarët. Meditimi i Kuranit, që ndryshe quhet at-tadabbur, dhe mësim nxënja për mesazheve të këtij Kurani për ata që e ruajnë shëndoshmërinë mendore. Kurani është libri që Zoti i Madhërisht thret në meditimin e tij, sepse përmes meditimit të tij ne realisht e njohim thellësinë e tij dhe sa më thellë që i futemi Kuranit në njohjen e tij, të mesazheve të tij, të kërkesave të tij kështu me radhë, aq më mirë dhe aq më shumë e njohim Allahun. Është reduktuar trajtimi i Kuranit vetëm në çështje zanore dhe vetëm në lexim teorik, në recitim, në lexim, në këndim dhe asgjë për te. Kësaj ndonse kjo e ka vlerën e vet dhe kjo s'ka diskutim. Por ka shpërblim madje. Padyshim se po. Po kush është qëllimi? Pra, çfarë dëshiron Allahu të na thotë përmes stimulimit të leximit të shumt, apo përmes memorizimit të Kuranit? Është diçka më e thellë se sa kjo, sepse Allahu nuk dëshiron për nesh lexim mekanik, as edhe memorizim mekanik, por dëshiron që këto informacione kuranore, këto fjalë hynore që ne i përvetësojmë edhe i përsërisim vazhdimisht me leximin e shumë që ne i bëjmë, ne të thellohemi në kuptimet e tij për të aplikuar në jetën tonë. Dhe nuk ka mundësi që të mishërohemi me fjalën e Allahut pa u thelluar në meditimin e tij dhe pa i aplikuar ato në jetë. Çdo gjë që trajtohet vetëm teorikisht është e predispozuar që të harrohet shpejt. Prandaj balanca është e nevojshme gjithmonë. Gjithmonë, atë që intelektualisht e kuptojmë, duhet spiritualisht, shpirtërisht që ta aplikojmë sa më shpejt që të jetë e mundur. Pra duhet t'i ushqejmë zemrat tona dhe shpirtrat tanë me fjalët e Allahut, sepse realisht është ushqimi më i mirë për cilin ka nevojë shpirti ynë. Dhe siç e përmendet Muhamedi alayhis salam, emocioni buron vetëm pasi ti kuptojmë gjërat. Nuk ka dyshim. Pasi të provokohet nga kuptimi. Po pse ndodh që sot ndonse mundësitë teknike janë aq të mëdha, çdo kush kemi telefon me vete. Çdo kush kemi Kur'an realisht me vete, sepse i kemi aplikacionin e Kur'anit në telefon. Por pse nuk e shfrytëzojmë, pse nuk e lexojmë? Kemi edhe përkthimin e kuptimeve të Kuranit. Pse nuk e përjetojmë kur e lexojmë? Pse sahabët e kanë përjetuar krejtësisht ndryshe? Pse u janë rënqetur zemrat atyre kaq lehtë dhe kaq shpejt? Pse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka përjetuar kaq thellë fjalën e Allahut, ndonse i është zbritur atij direkt, ndonse është falur me të,
Ndonë se vazhdimisht ka pas punë me librin e Allahut, por kur nuk është ndier larg tij, kur nuk është ndier i tepruar prej tij, përkundrazi është shtelluar edhe më tepër në meditimin dhe në aplikimin e tij. Në anën tjetër, Ebu Bekri nuk vazhdon të tutje në memorizim pa e praktikuar. Absolutisht, pra sepse e kanë përjetuar fjalën e Allahut. Islami nxit në dituri, Islami e vlerëson tepër diturinë, jo vetëm diturinë islame, se kjo është çështje tepër e rëndësishme se ka të bëjë me njohjen e krijuesit dhe qëllimit të ardhjes së njeriut në këtë botë, po i jep rëndësi edhe diturive tjera. Dëshmi më e mirë për këtë është historia. Dëshohesh se muslimanët e parë të cilët ishin musliman ashtu siç kërkoi Allahu subhanahu wa taala, do të shohësh se kanë qenë të përkushtuar në lëmi të ndryshme. Gjen nga ata historian, gjen nga ata poet, gjen nga ata fizicien, gjen nga ata të cilët kanë shërbyer në lëndët e matematikës, e kështu me radhë. Pra, çdo herë Islami ka nxit dhe vazhdon të nxit që besimtarët të fokusohen dhe të japin rëndësi diturisë. Kjo është, domethënë, urtësia, po e gjithë kjo mbështetet në diçka. Ajo është frika ndaj Allahut subhanahu wa taala. Se Allahu subhanahu wa taala dëshmon për dietarët, thot me të vërtetë Allahu t'i friksohen kush? Dietarët. Inna ma yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Nga robërit e tij, më shumë ti që i friksohen Allahut janë kush? Janë dietarët. Musa alayhis salam e pyetën Zotin, ka thënë: "O Zot, cilët robërit tu janë më të diturit?" I thot Allahu subhanahu wa taala, thot: "O Musa, janë ata të cilët më shumë kanë frikë ndaj meje." Kjo frika nuk buron nga personaliteti i njeriu, ta është frika cak apo është trib. Jo. As nuk beson, as nuk buron nga ndonjë lexim që ky e ka lexuar një hadith të frikshëm dhe ky tjetër e ka lexuar një ajet të frikshëm dhe është friksu tash. Ja. Burimi i kësaj frike nuk është frikë normale, kjo është frikë e besimit. Që njeriu ka frikë, s'ka frikë se është Zoti i keq, po ky ka frikë se mos ta hidhroj Allahun. Ky ka frikë, aq i mirë është Zoti im, mos ta bëj unë një gabim që ti shkeli parimet e tij. Andaj dietari, si shkak i diturisë dhe njohjes që e ka ndaj krijuesit, çka ndodh? I rritet automatikisht frika dhe respekti që e ka ndaj Allahut subhanahu wa taala. Thashtë Uthmani radiallahu an, vallahi, sikur zemrat tona të ishin të pastra, nuk do të ngopeshin nga libri Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe unë të rëpruhem dhe e urrej që të vije një ditë dhe të më kalej, e unë të mos kem kontakt me librin Allahut, syri im të mos e sheh, fjalën Allahut azza është për qëllim të mos e lexoj librin e tij. Uthmani radiallahu an, që lexon të Kur'an dhe ishte nga më të shquarit e sahabëve sa i përket leximit të Kur'anit. Sot që ka në transmetime që hatë me bënte në namaz, Uthmani radiallahu anhu, megjithatë po thot, "Lau tahurat qulubuna", sikur të pastroheshin zemrat tona, nuk do të ngopeshin në fjalën e Allahut azza wa jall. Padyshim që fjala e tij është shumë e saktë, sepse libri i Allahut azza wa jall, fjala e Allahut subhanahu wa taala, Kur'ani fammadh, është qetësim dhe ilaç për zemra dhe për shpirtrat tonë, siç është edhe ilaç edhe për trupat tonë. Dhe është shkak i bereqetit, shkak i mirësive, shkak i zbritjes së rahmetit Allahut azza wa jall, i zbritjes së qetësisë shpirtërore, i zbritjes së një pushimi dhe një kënaqësie që nuk e gjen njeriu askund tjetër vetëm se në librin e Allahut subhanahu wa taala. Nuk ndodh që njeriu të ketë mes tij dhe Allahut një sekret, veç se Allahu do ta shfaq atë në fytyrën e tij dhe në gjuhën e tij. Nuk ndodh që dikush të ketë mes tij dhe Allahut një sekret, veç se Allah do ta shfaq atë në fytyrën e tij dhe në gjuhën e tij. Fjala e tij ngërthen dy aspekte. Qoftë atë aspektin që dikush të ketë mes tij dhe Allahut sekrete punë të mira, që dikush të ketë mes tij dhe Allahut
një moment të një loti që del nga frika dhe Allahut, një pikë lot që del nga mallëngjimi për te, një dua e fsheht që nuk e ndëgjon askush pos Allahut, një përmendje e tij, një dhikr i caktuar, një ibadet që dëshiron ta mbash sekret dhe po të kish qenë mundësia, as melekët që të shoqërojnë mos me të pa, kishe pas dëshirë që as ata mos me pa këtë vepër. Që do të thotë, dëshiroj veç Allahu me pa këtë punë kur e bëj. Këtë sadaka kur e jepi, dëshiroj që veç Allahu me pa, as melekët që janë prezent që e shënojnë veprat, po të kish qenë mundësia, as ata mos me pa, as ata s'kisha pas qef me pa. Do të thotë, e ki synim veç Allahun, veç për hir të tij, veç për të arritur kënaqësinë e tij me bëni punë. Njeriu i gjallë në çdo errësirë që futet, errësira e varrit është më e madhe. Sepse errësira e njeriu të gjallë në jetën e kësaj bote është errësirë e jashtme, ndërsa ende ajo është gjallë. Ende ekziston mundësia e largimit të kësaj errësire. Ndërsa momenti kur njeriu vdes, errësira e tij është errësira më e madhe që ekziston, sepse ajo errësirë nuk largohet veç se me iman. Për këtë, po thot, përgatituni me vepra të mira për errësirën e natës së varrit, që të mos ju lej vet në atë errësirë të madhe vepra juaj. Po vepra juaj apo veprimtaria juaj të jetë prezente aty me dritën që e ka fituar nga nënshtrimi ndaj Allahut azza wa jall të ndriçoj atë varr. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë: "Lem ara manzaran qattu afdha illa wal qabru afdha min." Nuk kam po pamje të shëmtume nga gjitha pamjet që ka po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe të zjarrit të xhenemit, veç se varri ka pas pamje ende më trishtuese dhe më të shëmtume. Për shkak se fillimi i stacioneve të ahiretit është prej aty. Për këtë, Uthman radhiyallahu anhu çante kur e kujtonte varrin dhe përgatitej për atë natë të madhe dhe të vështirë me vepra të mira. Disa çështje me rëndësi rreth borxhit e që kanë të bëjnë me dokumentimin e borxhit. Do thonë do dikush me i dhon borxh dikujt në besë. Edhe janë vetëm ata dy. Kur vjen koha me dhon borxhin, thotë çfarë borxhi? S'm ke dhon. Ose i thot ta kam la borxhin, ta kam kthy borxhin. Edhe pastaj mirë, ku i kanë faktët ta? Cilit me i besu? Shkojnë në gjykat, cilit me i besu? A me i besu ati që bëhet i kam dhon, a kjo që bëhet s'm ka dhon, a kjo që thot ja kam kthy borxhin, a kjo që thot s'm ka kthy borxhin? E por nëse ndodh këtu, edhe për më urujt të drejtat financiare, edhe të pasurisë se secilit musliman, atëherë Allahu i lartësuar ka parapar rregulla edhe në dokumentimin e borxhit. Prej formave të dokumentimit është shkrimi. No, nuk është obligim, tek shumica dërmuese dietare nuk është obligim me shkruash borxhin. Mirë, po është interesant një çështje. Allahu i lartësuar në ajetin më të gjatë që ekziston në Kur'an, e që është ajeti i borxhit, quhet ajetu Dain, është faqja e parafundit e surës Bakara. Ja ayyuhalladhina amanu idha tadayantum bidaynin ila ajalin musamma faktubu, deri në fund të ajetit, një faqe komplet është një ajet, ajeti më i gjatë. Do thonë ajeti i borxhit. Edhe nuk është bash i lehtë për më mësu përmendsh. Që do thotë se edhe borxhi nuk është bash i lehtë se kur të mirët lehtë, po nuk është bash lehtë më u kthy. E me që është kështu, atëherë Allahu po thotë: "O ju që keni besu, kur jepni borxh ose kur merrni edhe jepni borxh njëri tjetrit, deri në një kohë caktuar me shkruan e borxhin. Shkruan e borxhin sa po jep, kush po jep, kush po e merr, edhe në cilin afat ka me kthy." Formë tjetër e dokumentimit të borxhit është garancioni përmes formës kefale. Kefale është një formë në shariat që ka ardhur në hadithet e pejgamberit alayhis salam, dhe dietarët e kanë elaboruar këto, e që është për qëllim kur dikush garanton se, domthonë në rast të borxhit, nëse borxhliu nuk të shfaqet tyje në kohën kur vjen momenti për me la borxhin, unë ta vi. Ose në gjykat, ose të shtëpia jote, ose në shtëpi, sepse ka mundësi borxhliu ik. I vjen koha për me la borxhin, me kthy borxhin ik. E ky që garanton përmes formës kefale, on garanton që me e prun fizikisht
personin në vendin ku kërkohet për me la borxhin. Qoftë të shtëpia vet, qoftë të shtëpia borxhdhënësit, qoftë në gjykatë kudo që tjetë, ky e ka obligim, për arsye se e ka marrë përsipër. Unë jam kefil. Unë garantoj që këtë person, kur vjen koha e kthimit të borxhit, unë ta bëj këtë. Unë ta bëj tani jam merr borxhin. Nuk po garanton me la borxhin, ky po garanton me pru personin. Për ata quhet kefale. Do të thonë garantim fizik për sjelljen e personit, qoftë nëse e kërkojnë gjykata, qoftë nëse e kërkojnë borxhlit, qoftë, domethënë kudo që kërkohet, nëse garanton dikush se unë e sjell, kjo konsiderohet kefale. Pse Zoti ka dhënë kaq shumë rëndësi, pse profeti Alezami ka dhënë kaq shumë rëndësi, pse Islami e sheh familjen si kalan e fundit që mund ta mbrojë njeriu nga çdo lloj rreziku, pra e sheh si diçka shumë të rëndësishme. Unë mendoj që kjo gjë duhet ushqyer, duhet ruajtur tradita dhe zakoni. Ne kemi tradita shumë të mira, domethënë pak mund të kenë edhe ekstreme, që më thonë që shkonte puna deri në sakrifikim për të mos u shkatruar familja. Unë nuk po them deri në atë shkallë, se nuk jemi më në këtë lloj fuqie, dhe themi të madhe, domethënë të njeriut sot, po të paktën domethënë të ketë një lloj sakrifice, një lloj mbartje të gjës, domethënë, jo të mendohet direkt shkatrimi, direkt prishja. Domethënë është bërë sikur s'ka asnjë lloj vlere, e mira provum po nuk shkoi, nuk është kështu gjëja. Për problemeve të dhunës, le të themi, që ushtrohet në jetën bashkëtorë është dhuna psikike, që nganjëherë është shumë më e rëndë se sa dhuna fizike, sepse dhuna fizike ka një moment dhe ikën, ndërsa dhuna psikike është e përhershme, injorimi, zhvlerësimi, krahasimi, mos falënderimi. Të gjitha këto janë dhunë psikike. Pastaj kërcënimi me divorc, kërcënimi se çoj tek familja, kërcënimi se të ika, kërcënimi se ik për shtëpie, kërcënimi se unë do të marr fëmijët. Unë, domethënë, sidomos mua që më vjen pyetje, domethënë dëgjoj lloj metodikash, domethënë për të habit njeriu se si njëra palë ushtron dhunë psikike tek pala tjetër, o për ta mbajtur peng ose për ta nxjerr nga jeta bashkëtorë. O zotni, qofse ty nuk shkon më, ndiq procedurat për të bërë divorc. Nuk ke pse ti ta përgatisësh situatën me dhunë psikike ose dhunë fizike. E njëjta gjë edhe femra. Nëse nuk e sheh vëlla vjen një moment që nuk e sheh më jetën me këtë njeri. Nuk ka pse ta përgatisë situatën me dhunë psikike ose me dhunë fizike, se ka edhe dhunë fizike ndaj meshkujve. Që është zonjë qiell, zonjë tokë, është Fatimia, është pjesë e shpirtit, pjesë e trupit profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Është fëmia i dy prindërve më të pastër që mund të kenë ekzistuar në shpinën e kësaj toke. Nga njëra anë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam më i miri i njerëzimit, nga ana tjetër Hatixha, po ashtu dhe ajo zonjë e dynjas dhe zonjë e xhenetit, po ashtu e përgëzuar për xhenet asaj që i ka bërë selam vetë Zoti dhe vetë Xhibrili, engjëlli i Zotit. Pra, imagjino, është fruti më i pastër që mund vijë në këtë botë, është Fatimia. Por nuk ishte thjesht fëmijë i dy prindërve. Ajo ishte edukuar në atë formë që konkretizonte vlerën, konkretizonte dashurinë dhe mshurinë. Dhe lidhja e profetit Muhammed a.s. me Fatimen ka qenë e veçantë, ndryshe nga lidhjet me fëmijët, nga lidhja me fëmijët tjerë. Dhe Fatimia, po ta shikosh në disa dimensione, ajo është e veçantë sepse është e bija e njeriut më të mirë, edhe profetit më të mirë, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është, besoj që është status që nuk arrin dot kush. Është e bija e Hatixhes, siç e përmendëm, zonjë e qiellit dhe zonjë e tokës, zonjë e dynjas dhe zonjë e xhenetit. Dhe kjo është specifike veçantë. Ajo është bashortja e një njeriu të cilën e donte shumë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, Aliut radiallahu anhu. Po është dhe nëna e Hasanit dhe Husajnit, që të dy janë zotëritë të rive të xhenetit. Po ta shikosh nga gjitha këndvështrimet, pra ai nuk është se ka vetëm një privilegj dhe një status, po është e ka
siç e përmendim në fillim, me të vërtet e ka ledhatuar, e ka përgdhelur kaderi i Zotit, që ti të rrethuar me gjitha këto mirësi. Mirë po kjo martesë e cila është, po themi, model për çdo lloj martese dhe ne lutemi që Zoti çdo lloj martese ta bëj fisnike, siç ka qenë lidhja e Aliut me Fatimën, ka qenë një martesë me shumë sakrificë, me shumë vështirësi, sepse Aliu radiallahu anhu nuk kishte mundësi financiare. Por profeti alayhis salam vajzën e tij, pjesën e shpirtit të tij dhe trupit të tij ja dha dikujt edhe pse s'kishte mundësi financiare. Madje thuhet që ata nuk kanë patur kur gjë në shtëpinë dhe dhomën e tyre. Ju ka çuar një qilim, po themi, të vjetër, ju ka dërguar një jastëk të mbushur me gjethe me fije palme, ju ka dërguar një shtam me ujë, një enë ku do të gatuanin dhe një lëkurë mbi cilën do të flinin. Kompenzimi mund të bëhet edhe duke i shfrytzuar mundësitë të cilat Allahu i plotfuqishëm dhe i gjithëmshirshëm na i ka dhënë neve si ummet. Na i ka dhënë disa kohë, disa sezona, disa ditë net, që veprat në ato ditë dhe në ato net ka një vlerë jashtëzakonisht të madhe. Pastaj na i ka dhënë disa mundësi ku ne mund të veprojmë pak e të shpërblehemi shumë. Pastaj na e ka dhënë edhe një mundësi tjetër që në një farë mënyrë nëse arrim që motivin ton ta fisnikrojmë, ta rregullojmë, ta qartësojmë, ta dëlirojmë, ta bëjmë të pastërt, atëherë edhe me synimet tona dhe me njetet tona ne mund të arrim madje atje ku ndoshta nuk na çojnë këmbët tona, atje ku ndoshta nuk na çojnë veprat tona, mund të mos mjaftoj bagazhi i veprave, por për shkak të dëshirave të sinqerta që i kemi pas, për të bërë shumë më shumë, në pamundësi, jam shumë i bindur që Allah i madhruar gjithsesi do të na shpërblej. Kjo për shkak se funit Allah i madhruar për veprat tona dhe nuk ka nevojë as që i ka kërkuar ato për vete, i ka kërkuar ato për neve. Dhe në këtë situatë Allahu pastaj na tregon se e pranon edhe veprën që mbase nuk e kemi bërë formalisht bashkërejt si duhet, me gabimet e mundshme që janë njerëzore edhe të natyrshme, por mund ta pranoj veprën edhe atëherë kur na vetë ndoshta nuk e kishim pranuar. Ata që kanë bërë mirë, sigurisht që do të lakmonin të kishin bërë mirë akoma më tepër, se mundësia ka qenë dorën zemër. Ne për shembull nëse ndalemi edhe e matim kohën që kemi kalu, për shembull, brenda ditës namaz, sa kemi kalu? Nuk besoj në situata normale, një namazli rregull që i fal 5 kohët, përfshi edhe sunetet edhe nafilet, nuk e kalon një orë, në mesin 24 orëve. Edhe kur dalim e shohim çka ka përgatitur Allahu për ata që e falin namazin, do të thonim sikur të kishim fal 2 orë ose 3 e 4. Kështu që edhe ky korrekti, i miri, i kujdesshmi nuk ngopet me mirësinë e Allahut, padyshim, edhe sikur të i jepej mundësia të kërkonte, do të kërkonte kthimin për me bërë ndonjë vepër të mirë. Për shembull, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, do të dëshiroja të vritem në rrugën e Allahut. Pastaj të ringjallem për të vrarë sërish. E të ringjallem për të vrarë sërish. S'do ta kërkonte madje kthimin i dërguar i Allahut as për namaz, as për diçka tjetër, por për të rënë dëshmor për kauzën e drejtë dhe të mirë, për ta fituar kënaqësinë e Allahut fuqiplot. Kështu që të gjithë edhe ata që Allahu do t'i nderojë me shpërblimet e tija, do të dëshironin me u kthy jo për të bërë diçka tjetër, vetëm se për të shtuar mirësinë. Zemra është vendi i cili e njeh Zotin. Zemra është vendi në të cilën kryen të gjitha proceset përmes të cilave njeriu arrin të përcaktoj të mirën e të keqen. Zemra është ajo në të cilën mirën vendimet se çfarë duhet të flas, çfarë duhet të veproj, ku duhet të shkoj, çfarë duhet të frenohet njeriu. Në zemër. Andaj dora nuk e din çka është haram edhe çka është halal. Këmba nuk e din çka është halal edhe çka është haram. Syri nuk e din çka është halal edhe çka është haram.
Është zemra ajo e cila e jep urdhrin ose e jep përcaktimin e këtyre veprimeve. Andaj zemra po rregullua, ka thënë pejgamberi, rregullohet i tër trupi dhe rregullohen të gjitha veprimet e njeriut. E kemi zëvendësu dashninë e Allahut subhanahu wa taala. Andaj është vështirë sot udhëtimi i jon për tek Zoti, sepse mungon koka, mungon lokomotiva, mungon ajo e cila shtyn njeriu për tek Allahu xhalla shanuhu. Andaj imagjinoni një njeri i cili gjatë tërë jetës së tij asnjëherë këmba e tij nuk ka futur në xhami. Ku ka mbet dashnia e tij për Zotin? Imagjinoni dikant i cili gjatë tërë jetës së tij njëherë nuk i ka ngrit durët nalt, me bë dua Allahu xhalla shanuhu me madhnu Zotin. Çfarë pretendimi është dashnia për Zotin xhalla shanuhu? Imagjinoni dikant i cili gjatë tërë jetës së tij asnjëherë nuk e ka kap librin e Zotit, mesazhin që Allahu ja ka thënë, dhe në fund thot edhe unë jam i mirë. Imagjinoni dikant i cili gjatë tërë jetës një herë vetme nuk është kujdeset për kufet e Zotit, dhe në fund pretendon se e don Allahun subhanahu wa taala e kështu me radhë. Andaj dashnia për Allahun xhalla shanuhu është ajo e cila na lëviz. Dashnia për Allahun xhalla shanuhu është ajo e cila na bën të flasim. Dashnia për Allahun xhalla shanuhu është ajo e cila na bën që të heshtim atë kur duhet të heshtim. Dashnia për Allahun xhalla shanuhu është ajo e cila na bën të mos i ndjejmë lodhjet e adhurimeve. E dashnia për Allahun xhalla shanuhu është ajo e cila na bën që të mos e ndijmë dhe të mos na bën përshtypje shija e gjunaheve, sepse kemi gjetë një shije e cila është e pa konkurrencë, ndaj çfarëdo lloj shije të gjunaheve që dikush mund ta përjetojë. Është interesant, në haxhin emocionet të përzjera, është malli për atë vend, është privilegji që Zoti ta ka dhënë. Unë i thash edhe axhelerëve, i thash edhe vetes sime. Ne kemi njoft njerëz më të mirë se ne. Do të thonë nonat tona, gjyshet tona, gjyshrit ton, edhe në xhamiat tona, lagjet tona, familjen e ngushtë, familjen e gjan, sa njerëz më të mirë se ne kemi njoft, por Allah nuk ja ka dhënë mundësi, nuk ja bë nasip për me shku me kry haxhin. Prandaj kjo është një nder që Allahu i Madhërisht na ka mundësu për me shku me vizitu ato vende. Prandaj malli për ato vende, pastaj privilegji, pastaj qëndrimi ato dhe ai presioni ndoshta psiqik apo i kry tamam, a do të kem shëndetin, a do t'i di tamam, a do të arri me kry dispozitat, me farzë, me vaxhibe, me sunete. Pastaj edhe kthimi tek familja, njëjtën anë është malli tani që po e lën vendet e shenjta atje, njëjtën anë emocioni që po i takojmë anëtarët e familjes. Domethënë janë emocione të përzjera, të cilat edhe është interesant sigurisht se një ëndër kur zgjohesh edhe sheh që je në një realitet komplet tjetër dhe ai ka përfundu. Dhe më thonë, kjo është që nesërmën kur kthehesh prej haxhit, je shumë i lodhur, prej lodhës as gjumi nuk dzen, edhe qatë pak gjumë që ka më dzon, tani kur të pash, dhe më thonë, tjera rrethona, tjera dhoma, tjera ambiente, të munga në çdo gjë atje. Unë përka natyra nuk më me qajtë. Unë përka natyra ngëlfatëm, por nuk më me qajtë, dhe më thonë, edhe ka dhe të tillë, po edhe nuk më në çdo situatë as me u shpreh, as me fol. Po, kemi dëgju është interesant për tyre që kanë kërku mi u bë fëmijë dietar, o Zot jep na xhenetin, o Zot kështu, kemi dëgju edhe lutje edhe për Kosovën, kemi dëgju lutje për shahidët, kemi dëgju lutje për pasardhësit e runa prej të këqijave, domethënë lutje prej më të ndryshme dhe është interesant. Edhe një rast në kohë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam njëri po bën lutje. Edhe pejgamberi alejhi salam po ja përsërit lutjet atij me Zot. E tash ai po kthehet rrëmishëm. Edhe kur kthehet s'pëdin që është pejgamberi alayhis salam, se përpara s'ka pas rrjete sociale që më u ditë fytyra, thotë mos ti shkon që kjo fytyra jote e bukur. Thotë që po rezontet pa vanku te pejgamberi alayhis salam për ty, thotë se kisha lënë. E kemi qartë. E këto ato fytyra janë të bukura të cilat i drejtohen Allahut të Madhërisht me lutje. Edhe për me të vërtet merr mësim ku ka shku menja me bëqet lutje. Edhe ndërsa edhe pse ndoshta i kemi shkru shumë sene, nuk ka zonë vend që ajo në mesin ton, prandaj ka qenë e emocionueshme, domethënë kjo pjesë.
të pakënaqura kalojnë ka Sulejmani a.s. në pallatin e Davudit dhe kërkojnë edhe prej tij një mendim tjetër. Kur e kupton Sulejmani a.s. se çfarë po ndodh me to, tha jo, tha ne do të gjykojmë ndryshe. Ju dyja keni pas nga një djalë, po thanë, dyja ne kemi pas nga një djalë. Tash njëri nuk është, po njëri nuk është, do thotë ka hëngër ujku, ka mbetur vetëm tjetri, po ka mbetur dhe ju nuk po e dini se i cili është, po atëherë pse ju të ziheni, ka zgjidhje kjo. Dhe urdhëroi dikën, tha, ma sjell një thik. Tha, unë do t'ju jap 2 javë nga gjysmë. Këtë që keni, ndajeni për gjysmë. Dhe njëra do të merr gjysmën tjetër, do të merr gjysmën tjetër, që i bie do ta mbyste fëmijën. Dhe kësaj ajo e vogla tha jo, tha nuk bën kështu të veprohet. Tha fëmija është i kësaj duhet t'i takoj. Pra ajo ishte vetë që u ankua, sepse dinte që fëmija është i veti, po kur e pa se do të ndodh edhe kjo, që për shkak se po zihen ndërmjet veti, do shkaktojnë mbytjen e fëmijës, atëherë u pajtua që më mirë fëmija të shkojë tek ajo, e kjo të mbetet pa të, vetëm që fëmija të mos masakrohet dhe të mbetet i gjallë. Kush mendon kështu, por një nën. Dhe Sulejmani a.s. kuftoi pra se kjo është nëna e vërtet. Allahu këtij i dha një pushtet të gjithëmbashëm. Pushtet i cili në fakt e bëri më të fuqishëm Sulejmanin a.s. Dhe i nështroi atij edhe krijesat të tjera. Sulejmani a.s. Kur mori pozitën udhëhese, i tregoi atyre se ullimna mantiqat tayr. Më është mësuar ose na janë mësuar, kishte thënë shumë pra, gjuha e shpenzve, gjuha e gjallësave të tjera. Sulejmani a.s. kuptonte se çfarë po flasin, çfarë po komunikojnë gjallësat e tjera. Pse gjallësat flasin, komunikojnë, qysh jo, gjallësat kanë intelekt të zhvillimit tyre shumë interesant. Dhe cicërimat e zogjve për ne mund të duken vetëm zë i bukur, por ato kanë kuptimet e tyre. Dhe ku po e dim ne se komunikojmë, shehe jetën e tyre, shehe organizimin e tyre, shehe shtrirjen e mënyrës së furnizimit që e bëjnë, shehe se si ushqejnë të voglin, se si kujdesen për të voglin e tyre. Pra, neve na duket që flasim për gjallësa që nuk kanë mendje, por këtë edhe nuk bën që të mendohet se njeriu vetëm ai është i pajisur me mendje dhe askush tjetër. Përkundrazi, njeriu është i pajisur po me mendje, por krijesat e tjera mjaftojmë të shohim dokumentar të ndryshëm, dhe këtë sot nuk e mohon askush në botë se të gjithë shpendet, të gjithë kafshat, të gjitha e kanë mënyrën e vetë të jetuarit dhe kanë mënyrën e vetë të komunikimit e tjera. Shoqëria e cila nuk është e mirë, zemrën të cilën e ketë pasër ta njollos me gjunahe dhe mëkate, sepse të nxit nga dukurit negative. Shoqëria e keqe ta shkatron dynjan dhe ahiretin. Andaj, secili prej neve, si musliman, e kemi obligim që ta përzgjedhim shoqërinë e mirë si ilaç për zemrat tona. Sepse vetëm si e ktill e përzgjedhur nga ana e pejgamberit alayhis salam, arriti që ta mposht perandorin bizantine. Vetëm me një shoqëri të sinqert, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam arriti që ta përçonte mesazhin tek mbretërit e mëdhenj. Vetëm përmes kësaj shoqërie të sinqert dhe të fortë dhe të palëkundur, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i bëri ball një prej fiseve më të mëdha arabe në atë kohë, kurejshitëve të Mekës. Vendosen rreth arshit podiume prej drite, mbi të cilët qëndrojnë njerëz që janë të veshur me rroba prej drite, dhe ftyrat e tyre ndryqojnë.
ata nuk janë as profet e as dëshmor, por ja kanë lakmi dëshmorët dhe profetët. I thanë, ja Rasulullah, për Zotin, apo na tregon kush janë këta njerëz që ja keni lakmi ju pejgamberët edhe dëshmorët. Tha, janë el mutehabune fije. Janë ata të cilët duhen për hatrin tim. Duhen për hatrin tim dhe urrehen për hatrin tim. Pra janë njerëzit të cilët dashurinë e tyre kanë ndërtuar mbi ligjet e Allahut, kufijtë e Allahut, urdhrat dhe normat e Allahut subhanahu wa taala që nxirren nga Kurani dhe Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Të nderuarit e mi, nuk ka dyshim se sadakaja është virtyt i besimtarit. Besimtari i mirë, thot profeti alayhi salatu wassalam, al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Dora e cila jep është më e mirë nga dora e cila merr. Dora e cila jep është më e mirë nga dora e cila merr, dhe në të dyja, thot profeti alayhi salam, ka dobi. Në të dyja kanë vlerë. Edhe ai i cili kërkon, por me kusht që ky i cili kërkon të kërkojë një hak. Çfarë do thotë të kërkojsh një hak? I nderuar im, duhet të kemi parasysh një jetë se risku vjen prej Allahut subhanahu wa taala. Zoti është ai i cili furnizon çdo dhe jo me patjetër çdo mbi bazën e aftësisë së tij. Por qëllimi i njeriu dhe qëllimi i final i njeriu është që në kuadër të riskut ai të jetojë me dinjitet. Ta kërkojë një diçka me dinjitet. Allah është ai i cili ka ndarë rrisjet e njerëzve. Sepse sadakaja, i nderuar im, nuk buron vetëm se nga kush, nga fisniku, nga njeriu i cili është bujar. Dhe njeriu i cili është bujar synon çfarë? Synon kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Ndaj ka qenë traditë e njerëzve, jetë e mot e besimtarëve të mirë, që kur bënin sadaka, jepnin sadaka më të mirën e mundshme që kishin. Nëse për zonin e nderuar Aishën radhiyallahu anha tregohet se kur jepte ato dinarët, monedat e kohës, jepte sadaka, thot i pastronte mirë, madje dhe i parfumoste ato. Dhe kur e pyesnin se pse e bën diçka të tillë, thonte sepse sadakaja para se të shkojë tek fukarai, shkon tek Allahu, ngrihet ke Allahu xhelle xhelalu si punë, si vepër. Ndaj dëshiroj që vepra ime të ngrihet ke Allahu subhanahu wa taala në formën më të mirë të mundshme. Në formën më të mirë të mundshme. Kur ti do të pajtohesh me rrethin që ti ke, ta vlerësosh ato që ti ke, do të japi Allahu subhanahu wa taala ato që nuk të ka shkuar ndërmend. Dhe me këtë përmbledhje, dashur miq, ne arritëm në fund të takimit të sotëm përmes këtij emisioni Kolazhi Javor. Falenderojmë shumë që na ndoqët. Takojmë inshallah emisioneve të tjera. Mirëmbëjtje.